Në 24 orët e fundit, lufta kundër krimit të organizuar ka treguar një intensitet ndërkombëtar. Operacioni ndaj rrjetit DZ Mafia në Marseille çoi në 42 arrestime, përfshirë drejtuesit kryesor dhe një avokat bashkëpunëtor të akuzuar për trafik droge, tentativë vrasje, pastrim parash dhe zhvatje. Hetimet tregojnë se fitimet nga trafiku i drogës dhe kanabisit investoheshin në pasuri dhe biznese, ndërsa lufta për territor në 2023 shkaktoi 49 viktima. Në Meksik, pas vdekjes së liderit karteli Jalisco New Generation, 2 drejtues të pranuan fajsin në gjykatat amerikane, duke ekspozuar financat dhe lidhjet ndërkombëtare të kartelit dhe duke dobësuar ndjeshëm strukturën e tij. Paralelisht, Europol zhvilloi operacion global në 71 shtete duke realizuar 337 arrestime, 1048 kontrolle, sekuestrimin e 127.000 tonëve mbetje të paligjshme dhe konfiskimin e 10 milion eurove. Operacioni synoi krimin ekonomik dhe mjedisor, duke nxjerrë në pa tregun miliardësh të pastrimit parave përmes mbetjeve të paligjshme. Burimet pranë SPAK bëjnë me dije se goditjet koordinuara priten edhe në Shqipëri në bashkëpunim me antimafian italiane dhe drejtësinë gjermane. Operacionet synojnë jo vetëm ekzekutorët, por edhe financuesit e drejtuesit e rrjeteve shqiptare që veprojnë ndërkombëtarisht duke shënuar një fazë të re të luftës globale kundër mafjes. Joana Nikola, 25 vjeçe nga Shëngjini, humbi jetën në QSUT një ditë më parë pas konsumimit të fotoksinës, pas një periudhe dhune nga i dashuri i saj Raldo Fizi, 25 vjeç. Policia e shtetit ka shpallur Fizi në kërkim për veprat penale dhunë në familje dhe shkaktimi vetvrasjes, ndërsa po punon intensivisht për kapjen e tij dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Mësohet se çifti ishte martuar në qershor 2025, por ishte ndarë pas 3 muajve për shkak të konflikteve. Familjarët raportuan shenja dhune në trupin e Joanës. Hetimet për ngjarjen e rëndë vijojnë. Më në fund është zbatuar vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke mundësuar kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj, i cili mbahet në paraburgim prej më shumë se një viti, njohjen me aktet hetimore. Sipas pakut, BKH ka dërguar tek Veliaj materialet hetimore, që përfshin 72 fashikuj me rreth 28.000 faqe në paraburgimin e Durrësit, ku ai mbahet në izolim. Ky hap u krye pas urdhrit të gjykatës për respektimin e të drejtës së të pandeurit për njohje me provat dhe dokumentacionin e çështjes. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua seanca për të pandeurit e atentatit ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, ku u shfaqën tensione mes mbrojtjes dhe prokurorisë lidhur me kërkesat paraprake. Avokati Amar Shkëmbit kërkoi verifikimin e gjendjes mendore të klientit të tij, duke argumentuar se ai ka probleme të shëndetit mendor që mund të ndikojnë në përgjegjshmërinë në këtë proces. Prokurori i çështjes Adnan Xholi theksoi se dokumentacioni mjekësor duhet të shqyrtohet nga ekspertë mjekësisë ligjore dhe jo nga juristët. Gjykata vendosi të mos marrë në konsiderat kërkesën e avokatit për momentin, duke argumentuar se i pandehuri ishte i pranishëm në seancën e kaluar. Ndërkohë, mbrojtësit e tjerë kërkuan gjykim me procedurë të shkurtuar dhe shpalljen të papërdorshme të disa procesverbaleve, kërkesë që u kundërshtua nga prokuroria. Avokati i Shkëmbit mori kohë për të formalizuar me shkrim kërkesat e tij, ndërsa seanca e radhës është saktuar më 2 prill me trupën gjykuese të kryesuar nga Paulin Çera, së bashku me antarët Atalanta Zeqiraj dhe Besmir Stroka. Policia e Shkodrës vazhdon operacionin për kapjen e Barush Bregut, i njohur si Bejram, i cili 2 ditë më parë shpëtoi gjatë një ndjekje në lagjen Guerile. Gjatë aratisjes, Bregu dyshohet se qëlloi me armë në ajër për të friksuar efektivët e policisë. Automjeti ku ndodhej Bregu kishte edhe 2 persona të tjerë, drejtuesi Nervis Baba, 43 vjeç dhe një të mitur 17 vjeç. Policia i arrestoi të dy, ndërsa Bregu arriti të largohej. Baba deklaroi për gjykatën se nuk e njihte Bregun dhe kishte marrë rastësisht në makinë, duke mohuar çdo lidhje me të. Ndjekja nisi pas ditën e 10 marsit, rreth orës 15:10, kur policia i bëri shenja automjetit për ndalim, por drejtuesi shtoi shpejtësinë dhe kryente manovra të rrezikshme. Pasagjeri Bregu qelloi një herë në ajër dhe u largua. Forcat e rendit përdorën dron dhe kontrolluan zona e banesave të dyshuara, por pa sukses. Bregu konsiderohet i rrezikshëm dhe është i lidhur me grupin kriminal të Licve, ndërsa ka qenë i shpallur në kërkime dhe për rolin e tij pas vrasjes së 2 fish të 8 shtatorit 2025, ku dyshohet se i ka siguruar armën autorit Ragip Gila. Policia dyshon se ai përdor rrugë të fshehta me soborreve për të shmangur kapjen. Një konflikt i dhunshëm ka ndodhur në një lokal në Bulqiz, ku disa të rinj u përfshin në një përplasje që degradoi në përdorimin e armëve të ftohta.
Si pasojë 3 persona u plagosën. Fluturim Tolli është plagosur më rënd dhe u transportua në Spitalin e Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar, ndërsa Adhurim Koçi dhe Renaldo Dauti morën ndihmën e parë në spitalin lokal dhe pritet të dërgohen në Tiranë për trajtim të mëtejshëm. Sipas policisë, incidenti nisi pas një debati verbal brenda lokalit dhe u përshkallëzua në konflikt fizik me përdorim thikash. Grupi hetimor po kryen të gjitha veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në orët e para të mëngjesit në fshatin Golem i Madh, një shkëndijë elektrike dyshohet se ka shkaktuar zjarr në një fabrikë për përpunimin e mbetjeve të ullirit. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por janë shkaktuar dëme materiale. Grupi hetimor po punon për të dokumentuar rrethanat e incidentit dhe për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit. Ngjarja tregon rëndësinë e kontrollit të rregullt të instalimeve elektrike në ambiente industriale për parandalimin e fatkeqësive. Policia italiane arrestoi një 36 vjeçar shqiptar të dyshuar për pjesëmarrje në rrjete të trafikut të kokainës. Operacioni u zhvillua pas ditën e 5 marsit dhe përfundoi një ditë më vonë në provincën e Lucas, ku hetuesit identifikuan aktivitetin e të dyshuarit dhe lëvizjet e tij të shpeshta drejt një garazhi pranë banesës. Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan rreth 9 kg kokainë të fshehur në fundin e rrem të një automjeti që përdorej si depo. Droga ishte e ndarë në 8 pako me shenja dalluese përfshirë simbolin pentagram. Sipas hetimeve, 36 vjeçari furnizonte një rrjet lokal, duke përdorur automjete të ndryshme për transport dhe shpërndarje. I arrestuari u dërgua në burgun e Pistojas, ndërsa vazhdojnë hetimet për rrjetin e trafikut të drogës dhe bashkëpunëtorët e tij. Një analizë e publikuar nga media ekuadoriane Primicias nxjerr në parë ulin kyç të rrjeteve kriminale shqiptare në trafikun global të kokainës. Sipas saj, grupet shqiptare bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine përmes ndërmjetësve të quajtur fixers, të cilët organizojnë transportin, financat dhe korrupsionin e nevojshëm për të futur drogën në Europë dhe SBA. Ekspertët ekuadorian theksojnë se këta ndërmjetës marrin deri në 30% të fitimeve dhe janë përgjegjës për diferencën e madhe të çmimeve. 1 kilogram kokainë që kushton $1.500 në Amerikën Latine mund të shitet deri në $30.000 në tregun evropian. Fixers lidhin furnizues dhe blerës, kontraktojnë banda lokale për transport dhe paguajnë rishfete për zyrtar dhe polic, duke siguruar që dërgesat të shmangin kontrollet. Ky fenomen është pjesë e decentralizimit të trafikut të drogës që nisi pas shpërbërjes së karteleve të mëdhenj në vitet 80 dhe 90. Në këtë zinxhir roli i ndërmjetësve është bërë kyç, duke përfshirë edhe figura politike që mund të ofrojnë terrene, kontrata publike ose lehtësira për transportin e drogës. Rasti i fundit i arrestimit të ekuadorianit Hernan Ruilova tregon bashkëpunimin mes rrjeteve lokale dhe mafias shqiptare, ku ai koordinonte magazinimin, paketimin dhe lidhjet me financues të huaj. Ekspertët paralajmërojnë se konkurenca për kontrollin e këtyre rrjeteve ndërmjetësimi po rritet, duke e bërë këtë hallk të trafikut global një nga më të rëndësishmet dhe më të ndërlikuarat. Dogana e Kosovës zhvilloi një operacion kontrolli në 5 depo të ndryshme në rajonin e Prishtinës, duke identifikuar mallra të dyshuar për kontrabandë me vlerë rreth 800.000 euro. Gjatë verifikimeve u gjetën veshje sportive me marka të mbrojtura dhe produkte tekstili që nuk shoqëroheshin me dokumentacionin e duhur për origjinën dhe zhdoganimin. Pas evidentimit të rastit, dogana njoftoi prokurorinë themelore në Prishtinë, ku prokurori kujdestar autorizoi veprime procedurale të mëtejshme. Personat e lidhur me pronësinë e mallrave po intervistohen, ndërsa produktet po inventarizohen dhe konfiskohen për të transportuar në depot e doganës së Kosovës. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Kerzersin në kantonin e Friburgut të Zvicrës, ku një autobus postar u përfshi nga flakët, duke shkaktuar vdekjen e 6 personave dhe plagosjen e 5 të tjerëve, disa prej cilëve u transportuan me helikopter në spital. Autoritetet thanë se zjarri u vendos qëllimisht, edhe pse rrethanat mbeten ende të paqarta dhe nuk ka konfirmim për ndonjë motiv terrorist. Dëshmitarët raportojnë se një person dyshohet se i vuri flakën vetes pas hedhjes së benzinës mbi trup, duke shkaktuar kaos dhe panik në autobusin e mbushur me pasagjer. Pamjet dhe dëshmit tregojnë njerëz që vrapojnë me britma dhimbjeje, ndërsa personat e plagosur morën ndihmën e kalimtarëve dhe shërbimeve emergjente. Policia vuri zjarrin nën kontroll dhe hapi linjën për qytetarët me informacione, ndërsa vijojnë hetimet për të sqaruar ngjarjen e plotë.